Kur ka qenë ajo mosha që ti ke në një kohë kur e ke dallu që njerëzit po të shikojnë me një shikim ndryshe për shkak gjendjes tënde të jashtme? Në shkollë që ja nise edhe me u ndje. Po, në shkollë fillore, kur kom njës, domethënë, në qatë periudhë, kone, domethënë, i kom po gjana më ndryshe, edhe në pak atëherë nuk është që kemi ditë çka bullizmi, çka janë këto gjana, po gjithsesi kemi pas ngacmime të tonë kohës. Bilet më kujtojnë që edhe mësuesit të cilën unë kom pas nuk është që ka marrë një hap të rëndësishëm me bë. Nëse gjithsesi ai ka vdek, ka ndru jetë, tash po mendoj që ashtu ka menuar, ashtu ka vepruar edhe ndoshta e ka marrë si shaka, po te unë ka lënë gjurmë shumë të mëdhaja. Elios Benarti me mandru fotografin, lab, sepse nuk është e lehtë kjo. Në vitin e parë të lindjes të është dashur me u nënshtru në një operacion që përmirësimi ka qenë i dogshëm pastaj. Po, domethënë operimin e parë kom bën në shtetet e tjera, domethënë edhe o ka një parë i rrezikshëm, sfidus për prindë e mia sigurisht, se nuk është e kanë ditë qysh rrjedhin gjanat, por masi e kanë ardhur edhe dy tjerat, po kjo ka qenë prej momenteve më të vështira ku nuk kemi ditë se çka po ndodh. Edhe vendimi i vështirë për prindët një foshnjë një vjeçare ta fusin në sallë operative për një përmirësim fizik dhe ta rrezikosh shëndetin e fëmijës, goxha vendim i fortë dhe i ndjeshëm për prindrit e tu, po arsyeja pse ta bona këtë pyetje dhe arsyeja pse në këtë pyetje e lash këtë fotografi është sepse lidhja jote emocionale me personin që është në fotografi është aq e madhe sa që ti e ke përmend shumë herë, e ke shpjeguar shumë herë, edhe me njerëz të kurrin, se të gjithë i duam prindrit, po ndjenja e veçantë që kemi për gjyshet është e pashpjegueshme. Kjo është gjyshja që... Po, është gjyshja... Si ka qenë motivi joti më duket? Njeriu më i rëndësishëm, njeriu i cili më ka mbështet, por edhe më ka përcjell deri në klasën e 7. Për mos më ngacmu të tjerët, më kujtohen shumë detaje për saj, më kujtohen gjithçka që kam mendoj që kam marrë për saj, gjithçka që unë edhe sot jam janë meritat e saj. Fatmirësisht, domethënë, jam rrit prej kësaj gruaje e cila ka mbet, domethënë, vetëm në moshë 30 diçka vjet pa bashortin e saj, edhe lidhja me gjyshen shumë e madhe. Ajo sot nuk ka në mesin tonë, ajo ka ndru jetë. Edhe gjyshja është, se di, edhe sot kur flas për ta, merr shumë malli. E ke përjetuar shumë rënë humbjen e gjyshës, se ke thonë edhe në rrjetet sociale. Edhe kanë kalu kohë nga vdekja, por prapë përlotesh edhe emocionohesh sa fol për ta. Njeriu më i rëndësishëm, njeriu i cili për një më ka dhënë shumë çka nga vetja. Mu vjen shumë keq që, domethënë, ajo iku, qysh iku. Vjen keq që nuk mujta për një edhe njerë me përqafë edhe me pa, edhe me pa që jam shumë mirë. Ajo gjithmonë ajo ka fanë që më e madhe, më i me thonë, që më kanë ndjek në ekran, tu më pa çdo javë. Nuk e di, thjesht lidhja e fuqishme me këtë gru e cila më ka dhënë shumë çka prej vetës.